Tornado do Gas është një aferë per se korruptive. Do me thënë, një kompani shqiptare shumë dinjitoze ka garuar në tender, e ka fituar, ja kanë anulluar, e ka fituar 140 milion euro. Pas janë bërë takime në Ankara. Ju hoq tenderi Gjoka SHPK me presion. Prokuroria e posaçme ka sekuestruar dokumentat e kompanisë Hill International NV e përfshin në ndërtimin e tunelit të Llogaras në kuadër të një hetimi për abuzime të dyshuara me vlerë 13 miliona euro. Urdhri për sekuestrimin është firmosur nga prokurori Dritan Prençi, ndërsa një hetues i BK-s është caktuar për veprime hetimore. Sipas kallëzimit të Partisë Demokratike, projekti u fry artificialisht me kosto me rreth 30 milion euro, duke i kaluar një kompanie turke që nuk ka kryer asnjë punë konkrete. Fillimisht tenderi u fitua nga kompania shqiptare Gjoka Konstruksion për 140 milion euro, por u anullua dhe ju dha një bashkimi shoqërisë turke Intercar ASL pas një takimi të dyshimit në Ankara. Gjithashtu Partia Demokratike pretendon se fituesi i ri u parapërcaktua politikisht, nëse i gjithë projekti u përdor për të zhvatur buxhetin e shtetit. Në fakt, punimet u realizuan po nga Gjoka Konstruksion, e cila këtë herë u angazhua si nënt kontraktor, ndërsa firma turke përfitoi 30 milion euro pas sjell asnjë pajisje dhe pa kryer ndonjë investim real. Deklaratat e ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmeta, i cili ndodhet jashtë vendit, e mbështesin këtë version. Ahmeta thotë se tenderi u manipulua dhe se gjithë skema u organizua për fitime korruptive me urdhër politik nga nivelet më të larta të qeverisë. SPAK ka në dorë dokumentacionin dhe është thirrur të zbardhë një nga aferat më të mëdha korruptive të viteve të fundit në Shqipëri.